Padyshim se njeriu që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar në formën më të mirë. Allahu na ka dërguar pejgamber, ka zbritur Kur'anin udhërrëfyes për njerëz të devotshëm. Por çka? Kjo botë ka dy fytyra. Ka fytyrën e gëzimit, e të mirave edhe të mirësive të shumta që i Zoti i Madh na ka dhënë, dhe kjo botë e ka fytyrën e dytë apo pjesën e dytë të jetës, të sprovave dhe të belajave. Dhe zakonisht njerëzit nuk e doan belan, don ta largojnë belan, edhe pse njeriu kur i vijnë të mirat e Zotit, do të jetë falëndërues, e nëpërmjet falënderimit Allahu i shton të mirat. Ndërsa kur të vijnë belajat, musibetet, sprovat në këtë botë, besimtari duhet të jetë durimtar dhe t'i menaxhon këto. Sot, në këto momente, në këtë kohë të muajit të Ramazanit, të përkujtojmë se si njeriu të largon belan nga vetvetja. Cilët janë faktorët, cilët janë elementet, faktorët, sebepet që na ka mësuar Zoti në Kur'an edhe profeti jon Muhamedi alayhis salam, se cilët janë sebepet për të larguar belan nga jeta jonë. Ka 4 shkaqe të dynjas. Allahu të ka dhënë mend, Allahu të ka dhënë trup, Allahu të ka dhënë familje, Allahu të ka dhënë pasuri. Dhe këto janë mirësi që jep kuptim jetës të shnosh dhe të mirë. E ki jetën, po e kije gjithë jetën tënde një kohë të gjatë je i smur. Dhe të mirësh vetëm me smundjen tënde. E kije këtë, e kije shnetin, po se ki pasurien. E ki pasurien, po se kije familjen, të mungon antartë. Allahu i Madh na sqaron këtë detaj shumë të mirë në ajetin në Kur'anin famëlar, në të cilin i Madhi Allah subhanahu wa taala thot: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawf." Ne do t'i sprovojmë njerëzit me frigë. A nuk është ibtila friga? "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'", e pastaj me unësi, "wa naqsim min al-amwal", e pastaj me noksanllëkin që do t'ja marrim njerëzve me pasurinë, e pastaj wal anfus, për dhantar të familjes, edhe njerëzit një nga një do t'japin emanetin e tyre, e thot wat thamarat, dhe bereqetin që e ke mjell të tokës, bereqetin e pasurisë, bereqetin e tregtisë, Allahu thot do t'i sprovojnë edhe me këtë lloj sprovave. E thot përgëzoj njerëzit, wa bashiris sabirin, e përgëzoj njerëzit që janë sabërli. Ky është proces i patjetërshëm që e godet njeriu në jetën e tij. Për momentin dikush ka frikë, është u friksuar. Për momentin dikush është i uritur. Për momentin dikush ka telashe, në frikë. Dikujt në Allahu dikan e sprovon, e ka humbur pasurinë që e ka fituar shumë, por dikush e humb edhe antarët e familjes. Prandaj kjo është pjesë e jetës, që ky ajet lëviz, është proces që lëviz prej tek njeriu te njeriu tjetër. Nëse njeriu si të arrim që të mbrohemi nga këto belaje, Allahu na ka dhënë mend, janë sebepet e dynjas, para se të kalojmë në preventiv, në sebepet të cilën Allahu na ka porositur në Kur'an, që nëpërmjet disa adhurimeve ta largojmë belan, disa ibadeteve ta largojmë belan. Por Allahu të ka dhënë mend, me mendjen e shnosh. Çka duhet me bën njeriu kur ka telashe? Çka bën me mendjen? Atëherë kërkon mend nga njeriu më i mençur, e shëron mendjen e tij. Frigohet për ndonjë gjëje, atëherë konsultohet me dikën dhe çka e gjen shërimin. Prandaj smundja e frigës është smundje në zemër dhe në mendjen të njeriu. Walju, smundja e cila njeriu smund nëse nuk ka ushqim dhe ka telash, atëherë me çka e shëron trupin e tij? Shkon te mjeku. Pa e çka ka telash e tjera me pasuri, konsultohet dhe me pasuri i shëron smundjen e vet.
e shuron belan e vet. Shkon te mjeku merhapa dhe me këtë mirësi të Zotit, do të thotë e ruan mirësitë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj prej duave të cilët ka bela, në të cilën ka raf'ul bela, ngritje të belas dhe ka mbrojtje nga belaja. Çka është kuptimi? Ka kuptim të belas murujt para se me të ardhë, dhe ka kuptim të belas pasi të ndodh. Ka kuptim të belas para se të ndodh dhe ka pasi të ndodh. Prandaj muslimani para se të ndodh belaja e përdor logjikën, e përdor pasurinë, e përdor njeriun e mençur, e përdor mjekun, e përdor bereqetin, mirësitë që ja ka dhënë Zoti, dhe këto mirësi të Allahut i përdor në rrugë të cilën ka porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shëndeti, mirësia në zemrën e njeriut, në trupin e njeriut, në pasurinë e njeriut, në tregtinë, në jetën e njeriut, arrihet edhe duke e lutur Zotin e Madh subhanahu wa taala. Abasi radiallahu anhu shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O pejgamberi i Allahut, mësom ta lut Zotin." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Is'alillaha al-afia wal-af." Kërko prej Zotit mbrojtje, kërko prej Zotit falje, do thot Allahu që të garanton më mirë se me lut Zotin. Ditën e dytë, tha ja Rasulullah, mësoma një dua, të njëjtën dua. Për streti, ditën e tretë, tha ja Rasulullah, thot mësoma një dua ta lut Zotin, tha lutë Zotin el-affa wal-afia fi dunya wal-akhira. Kërkon nga Zoti mbrojtje, që Allahu të ruan prej belave në dynja dhe në ahiret. Në dynja dhe në ahiret. Dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe derti i sahabëve për mbrojtjen nga Zoti, për më të ruajt nga belajat, është sebeb prej sebepeve që muslimani duhet jetë i kujdesshëm që ta lut Zotin e Madh subhanahu wa taala. Këto janë katër, do të thotë, sebepet të dynjas: mendja, fuqia, pasuria dhe familja, që janë që korrespondojnë njëra me tjetrën dhe të ndihmon. Ke pasuri, po s'ke mjek. Ke mjek, po s'ke pasuri. Dush me pagu për më të dhënë shëndet, për më të shëru, për më të dhënë ilaçe. Po ke ndonjë bela medikan, e ke familjen të mbron nga belaja e zullumçarëve, e ke familjen e shnosh. Prandaj muslimani duhet mi marr sebepet, pasi që Allahu na ka dhënë mend, na ka dhënë fuqi, na ka dhënë bereqet, këto mirësi ti shfrytëzojmë në rrugë të Zotit. Bëhet fjala si të mbrohemi nga fatkeqësitë, nga belat para se të vinë. Pasi që të vinë, i menaxhojmë këtë formë, para se me ardhë. Prandaj, katër sebepe janë që të mbrojnë nga sprovat në kohë më të vështirë. Më të vështirë. Porosia numër 1 është, siç ka përmend Ibn Abbas radiallahu anhu, largimin e belas e bën duaja e sinqert, i bindur në Allahun, se Allahu të ndihmon. Dhe ka thënë Ibn Kaimi rahimahullahu taala, duaja, lutja është armiku më i madh i belas tënde. Çka do të thotë? Do të thotë Allahu belan e largon me dua, dhe armik i belas është duaja. Do të thotë belaja largohet kur ti je i sinqert dhe i bindur në duan ndaj madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Ne jemi në muaj të Ramazanit, të shfrytëzojmë me dua të sinqerta që Allahu të largon çdo lloj ibtilaje, sprove nga jeta jonë. Që ne të koncentrohemi dhe të nënshtrohemi madhnisë Allahu subhanahu wa taala, edhe me këtë lloj të ibadetit, të lutjes, siç thot pejgamberi sa ad-du'a min al-ibada, duaja është për ibadetit. Atëherë ti që bën dua, atëherë e largon belan prej vetvetit. Jerfau, do të duaja edhe e largon, edhe e ndal mësmëtar prej qiellit. Ti që i lutë Zotit të qiellit, belaja është nis me art të ti,
ti nga toka jote që Allah të ka kriju prej tokës, e ngrit këtë dua në qiellin të Zoti i Madh subhanahu wa taala. Atëherë ajo përplasat në udhëtimin e duas që e nis për të Zoti dhe ajo bela nuk zbrekt te ti. Me një kusht, zgjidhe kohën e mirë. Pjesën e tretë të natës të lutjeve që e bën. Zgjidhe kohën e iftarit, zgjidhe kohën e syfyrit, zgjidhe kohën kur pranohet duaja në mes ezanit dhe ikametit, kohët e preferuara për lutje. Prandaj, besimtari duhet me bë lutje, që Allahu ta ruan fejen ton, ta ruan mallin ton, ta ruan shpirtin, zemrën ton prej nifakit, prej punëve të këqija, prej duave të shumtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thonë Allahumma afini, o Allah, ruaj mu, jepëm shëndet, ruaj mu fi bedeni, në trupin tem, dhe fi qalbi, edhe në zemrën time, Allahumma shfini, o Allah shërom, e ashtu me radhë, Allahumma barik li fi ma atajt, o Allah më jep bereqet në atë që kam ke dhon, Allahumma hdina fi men hedejt, mi thonë Allahut, o Allah, forcom këtë udhëzim që më ke udhëzuar, edhe dua të shumta. Prandaj, çdo lloj duaje e largon belan për të cilën e ban duan ti. Pastaj, njeriu me dua, përveç që ban në tretën e pjesën e tretë të natës, e ban dua në syfyr, e ban dua në iftar, e ban dua në mes ezanit dhe kametit, thot Allahu në Kur'an wasjudu waqtarib, ne kemi nevojë, e tregon nevojën tonë dhe me dua ndaj Zotit. I ban dua Zotit në sejdë. Pse në sejdë? Për shkak se Allahu thot waqtarib, afroju, prej cilësijës Allahut është që Allahu çka don ti afrohesh dhe Allah është afër ty. Ndërsa nëse ti nuk i bën sejdë Zotit, ti je larg, atëherë Allah nuk ta largon ty belan pas sejdë. Po sejdja është sebeb prej sebepeve që ti me lutjen që i bën Allahut në sejdë, waqtarib, ti që nuk lutesh në sejdë, ti je larg Allahut. A ti je afër nëse në sejdë i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ajo që e largon belan, që nga lutja. Allahu na mundsoft me qenë nga ata që e lusim Zotin e Madh. E dyta, faktori numër 2 i largimit të belave, adhurimi lehtë, por me peshë tek Zoti, me mirësi të shumta. Shtone istighfarin, sidomos në Ramazan, Allahut na largon belan. Istighfari është largimi i belas. Dhe istighfari sjell 5 mirësi që secili prej neve i don ato mirësi. Istighfari është ilaç për 5 gjëra. Thot Allahu në Kur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni nga Zoti juaj, se Allahu fal. Dert çdo musliman duhet me pas gajlen me kërku falje nga Zoti, që Allahu të na fal. Por çka jep Zoti dhe çka të mbron Zoti me këtë istighfar, Allahu e para për të falka, e me automatizëm kur Allahu të fal, wa yursilis sama aleikum midrara, zbret bereqet shi prej qiellit. Krit na e dojmë bereqetin. S'ka njeri në dynjat me logjik shnosh, me mendje shnosh që nuk e don bereqetin. Atëherë me lutjet tona e lusim Zotin, e pastaj bëjmë istighfar, largimin e belas. Bela është mos me pas bereqet. Bela është mos me pas shi. Atëherë zbritja e shiut është shkak prej shkaqeve, istighfari i robërve që e bojnë istighfar Allahun e Madh. Dhe kjo është një mirësi e madhe. E pastaj, kur vjen bereqeti e dojmë pasurinë, a ka njeri në dynjat që nuk e don pasurinë? Istighfari e sjell pasurinë dhe e largon belan e fukarallëkit. Allahu thënë Kur'an, wa yumditkum bi amwal, Allah ju jep juve pasuri. Me istighfar e largon varfrinë, e shton Allahu pasurinë. Wal banin, Allahu me istighfar jep edhe evlad. Dikush është i sprovuar, ka bela, i ka gjitha të mirat, nuk ka evlad. Shtoje istighfarin, Allahu t'jep evlad. Shtoje istighfarin, Allahu t'jep evlad. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara, e Allahu të ban pastaj edhe nga banorët e atyre të cilët do të jesh në xhenetin në të cilën rrjedhin lumejt. Istighfari t'jep forcë për të larguar belan, t'jep forcë, ta shton imunitetin me Rabbul Aleminin, t'jesh i përqendruar në fetë të Zotit, dhe çfarëdo lloje të sprovës tjetë,
ti je stabil dhe i përballon çdo ibtilaje. Istighfari është ilaç, istighfari të çelë rrugën kur ty të mbyllën gjitha rrugët, ti do të jesh, Allahu ka më t'i çelë dyert e suksesit, dyert e fitores, dyert e komoditetit, me çka? Me istighfarin ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Istighfari ta çelë edhe mendjen. A ka bela më të madhe se më të blloku mendja? Thuhet për uleman e mëdhaj. Njëri nga ta, Ibn Taymija rahimahullahu taala, Sheikhul Islam Ibn Taymija, i cili kur ka pas ndonjë fetva, thuhet se 1000 herë ka bë istighfar, e gjatë istighfarit kur e ka bë istighfarin, Allah ja ka çel edhe meselen për ta zbërthyer fetvan për ta dhënë. Prandaj ty të bllokohet truni dhe mendja për shkak mungesës të istighfarit. Prandaj istighfari është që të çel dyert e suksesit edhe të mbyllën dyert e ibtilave dhe sprovave. Duaja, e dyta istighfari e largon belan. E treta sadakaja është ilaç i belas. Siç thot aduul bela es sadaka, armiku, të njëjtën e kanë përmend dietar se ajo që e largon belan është sadakaja. Për çka? Se njeriu më i lumtur, ai që ka iman, edhe që ka Allah i ka dhënë bereqet, dhe i ka dhënë mirësi, dhe jep sadaka, ai është njeriu i lumtur. Ai njeri, Allahu nuk e sprovon me çka? Me ibtila. Zakonisht njerëzit bujar më pak sprovohen me njerëzit e ngushtë. Tregtari i pasur, edhe njëri edhe tjetri. Po njëri është dordhans, e njohim gjithë shoqëria në shoqërinë tonë, Allah i ka dhënë bereqet, i ka dhënë komoditet, i ka dhënë harmoninë në familjen e tij, dhe i dyti të njëjtën kapital e ka, pa ai nuk është i lumtur në familje, ai është i ngushtë në zemrën e tij, ai jeton me trishtim dhe atina çdo javë, çdo muaj i bin belat mbi kokë. Pse i bin belat mbi kokë? I bin për shkak dorës kopratës që e ka. Prandaj nuk bashkohet imani dhe kopratësia në zemrën e besimtarit. Besimtari i ndershëm, a don ta largosh belan? Largoje duke dhënë, e dhënmja ta largon belan. Sa ai bën dua për ty, melaçet bëjnë dua për ty. E sadaka tutfiu ghadabullah, sadakaja largon hidhrimin e Zotit. Largohet edhe xhelozia e të varfërve. Prandaj njeriu me sadaka e largon belan. Dhe elementi i katërt për ta larguar belan është bamirësia. Në përgjithësi, el-ihsan ila al-akharin, bamirësia ndaj njerëzve. Kush është në ndihmën e vllaut, Allahu është në ndihmën e tij. Kush i del ja mblon një mbarë vllaut vet, Allah ja mblon një mbarë atij, ja mblon 10. Prandaj nëse je në shërbimin e njerëzimit, nëse je në hizmetin e njerëzve, Allahu ka më t'i largu belat. Njeriu që ka qenë shërbimin e njerëzimit ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ndjekë rrugën e sunetit pejgamberit alayhi salam. Bënë shërbëtor i njerëzimit. Allahu do të shërben me të mirat e tij në dynja dhe në ahiret, do ta largon ibtilan nga jeta e kësaj bote dhe do të largon telashën në ditën e kiametit kur do dalësh para madhnisë Allahut. Prandaj me bamirësi, me sjellje të mirë, me ndihmë ndaj vëllezërve tu e largon belan. Sikur njerëzit janë gjithë bamirës, ata nuk do të ketë fesad në dynjat, nuk do të ketë gjarderdhje në dynjat, nuk do të ketë vjedhje në dynjat, nuk do të jetë masakra në dynjat dhe zullume të shumta. Prandaj mungesa e kësaj cilësie të lartë të besimtarit e sjell edhe belan. Prandaj e kundërta e kësaj, zullumi ndaj të tjerëve sjell bela, ndërsa mirësia e sjell e largon belan. Elusim Allahun e Madh që Allahu të na begaton me këto 4 mirësi që të largojnë belan, me dua, me istighfar, me sadaka dhe me bamirësi dhe me namaz. Elusim Allahun e Madh që Allahu të na jep mirësi të kësaj bote dhe të ahiretit, na bën banorët nga xheneti së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.